Përshëndetje, sot në një format shumë ndryshe, sepse doja që duke qenë se jam në një vend shumë familjar për mua, ta bëja dhe këtë content të kësaj here shumë familjar për ju, sikur ne po bëjmë një muhabet në FaceTime, në WhatsApp dhe të jemi afër. Shpresoj të jemi afër dhe do doja t'ju thej që kam një ndryshim në look, domethënë është obvious. Ndodhi rastësisht gabimisht, por e pëlqej, është shumë ndryshe nga ç'a jam mësuar unë për shumë vite me radhë. Por ndodhi sepse doja që t'i bëja flokët uniforme. Gjithsesi, ky format i sotëm unë do doja që të ishte one take, të ishte raw dhe të ishte shumë afër me ç'a do bëja një diskutim me shoqërinë time pa edit, të shikojmë sa doja dali. Tema e sotme është shumë kontroversale dhe shumë ndryshe nga ç'a unë flas në përgjithësi ose për çfarë unë trajtojnë në këtë kanal, por mendoj që është në të njëjtën kohë dhe aq afër, jo zemrës, po interesave të mia. Unë jam në këtë ambient familjar sepse unë votoj, unë kam ardhur për votimet dhe unë do ushtroj të drejtën time si një qytetare e këtij vendi. Por do të thoya që unë dhe politika, jo politika si politik, por unë dhe votimet, po themi se politika është shumë e gjerë dhe nuk është se kam aq shumë njohuri. Unë kam politikën si guilty pleasure timin dhe unë me shumë dëshirë dhe qef ndjek gjithmonë votimet, ndjek unë këtë e bëj edhe në shtetet si Amerika, Gjermania dhe gjëra që janë të rëndësishme për aktualitetin, por këtë bëj dhe në Shqipëri. Pëlqej shumë debatet politike, vendosjen përballë të ideologjive, qëndrimeve dhe mbrojtjen e tyre, sepse sigurisht do të kesh ta mbrosh atë që mendon. Më kujtohet hera parë kur unë kam votuar, isha super emocionuar, madje mbaj mend kur kam qenë 16, që ishin mendoj votimet qeveritare për qeverisjen, mezi prisja votimet e radhës që do ishin lokale, që unë të votoja. Dhe atë ditë madje mbaj mend shumë mirë si unë dridhesha nga emocioni që unë po votoja. Për mua votimet kanë qenë gjithmonë shumë të rëndësishme sepse unë jam rritur me idenë ose me shembullin, jo me idenë që nëse ka një rast ku unë mund të shpreh mendimin tim për çfarë ndodh rreth meje, janë votimet. Sepse për mua votimet nuk janë thjesht një detyrë ose që ti duhet të shkosh sepse ke një përfitim. Për mua votimet janë një mënyrë të thënë që unë jam këtu, unë ekzistoj, unë kam një mendim, unë kam një opinion. Dhe edhe pse në votimet të tjera unë mund të kem qenë skeptike, gjithsesi unë nuk kam dashur të qëndroj indiferente. Po, indiferenca është një qëndrim, por jo që përstëron të vërtetën. Dhe nuk dua ta zgjedh atë, nuk është mënyra si unë komportohem me situatat, me ç'a më ndodh përreth. Mendoj që shumë veta do thonë, po ti më goc, ti jeton jashtë, ç'a punë ke që voton? Pse duhet ti që jeton jashtë të kesh një mendim dhe vendim për vendin në cilin ti nuk jeton dhe nuk jeton për ditëshmërinë tënde. Nuk jetoj unë, por pjesë shumë të afërta të zemrës time, pra familja ime janë këtu dhe mbase në një të ardhme unë mund të kthehem këtu, është jetës nuk i dihet. Kështu që unë shumë dua të
jap kontributin tim në këtë botën që unë dua të ndërtoj për familjen time dhe mbase veten time në të ardhmen. Dhe gjithashtu më jep ndjesin që unë po kujdesem për vendin tim edhe pse unë nuk jam aty. Mendoj që shumë njerëz kur vinë votimet janë të dysuar, ka të tjerë që janë shumë të vendosur. Por unë do ju ftoja të gjithë juve që më ndiqni që realisht të shkoni të votoni. Dua që të ngulitet shumë në drurin e gjithë secilit që të votosh. Është zëri jot, ka pesh, numërohet. Është një pjesës e vogël e përqindjes që ti shikon në televizor. Pse mos të jesh dhe ti pjesë e kësaj gjëje e realitetit ku ti jeton? Dhe fakti që ti nuk voton atë që mendon e bën shumë më të thjesht për ata që nuk përfaqësojnë askënd të marrin atë që nuk meritojnë. Pra, mund të ketë situata që një parti merr shumë më shumë se që meriton, sepse njerëzit nuk kanë shkuar të votojnë. Dhe pastaj përqindja është një disbalancë. Prandaj unë votoj, sepse unë e di që mund të bëj një ndryshim. Dhe kjo nuk ka të bëjë me qeverinë aktuale, është thjesht ajo që ti ndjen brenda teje, zëri, thërritja qytetare që ti ke. Në fund të ditës, votimet ose vota nuk është akt magjik. Dhe nuk është gjithashtu ndonjë qëndrim që po bën revolucion, por është aty për një qëllim, për të treguar që nuk je indiferent, për të treguar që unë kam zë dhe fuqi, sepse e ke. Pse bëni njerëzit luftë në sisteme të tjera ku ata nuk mund të votojnë, që kanë vetëm një mundësi dhe vota ishte fake. Tani që ne kemi këtë drejt, duhet ta ushtrojmë. Dhe ky ishte mesazhi im i vogël për sot, që sado të lumtur me çfarë keni dhe mbase mendoni që nuk duhet shkoni të votoni se jeni shumë të lumtur dhe e dini që ose jeni të bindur që do merren vota sepse mendoni se ky vend është shumë mirë. Sado mund ka të tjerë që janë të zhgënjura, nuk ka mundësi që të jenë gjithë të lumtur. Duhet ta shprehni. Shprehni gëzimin, shprehni mërzin, shprehni çfarë të doni, thjesht votoni. Unë kam shumë besim që ky shtet bëhet dhe ka shumë potencial. Thjesht njerëzit duhet jenë pak më shumë aty, pak më shumë pjesëmarrës dhe jo indiferent. Jo vetëm në ditë si votimi që ndodh një herë në 4 vjet, por për kauza mbase pak edhe më të vogla, për të drejtat e tyre, për mbase detyrimet e tyre, ose për të gjitha, për shumë gjëra të cilat një shtet nuk mund të bëhet direkt nga A-ja në Zh, perfekt, po nuk pati dhe ndërhyrjen e njerëzve. Nisma, lëvizje, protesta, çdo gjë nuk unë mendoj që të gjitha lëvizjet qytetare të qeta, paqësore, mund të ndihmojnë në një vend akoma më të mirë. Një qytetari që do doje të bëje ndryshim në vendin tënd. Kështu që këtë herë është thirrja për votën. Një herë tjetër mund të jetë për një kauzë tjetër që do isha shumë e lumtur që ta bëja. Kështu që unë si Ira kësaj here thjesht bëj një thirrje shumë të vogël, nëse ti nuk je i bindur nëse do të shkosh të votosh ose jo, të lutem, shko dhe voto. Nëse
ti nuk di ku të informohesh, do të thoja që unë jam informuar dhe kam marrë gjitha informacionet për të gjitha partitë ekzistuese në websajtet e tyre. Të gjitha kanë nxjerrë programet për vitet në vijim, pra çfarë mbështesin dhe kush është qëllimi i tyre, dhe mund të bësh cilën tënde në bazë të kësaj. E di që ishte shumë ndryshe nga çdo video që unë bëj, por mendoj që duke qenë se aktualiteti është një nga gjërat e mia të preferuara ku unë dua të vazhdoj të jem informuar për shtetin tim, sado që disa herë e zgjedh që mos të jem shumë updateuar sepse fatkeqësisht më ndikon shumë në psikoemocionalen time, sepse ka shumë raste të rënda në Shqipëri që mundohem mos të jem pjesë sepse më ndikojnë sado që jam larg, por në këto raste si këto, doja ta ndaja me ju këtë pjesë të hobit tim ose të një nga guilty pleasure-ave të mi të ndjek politikën. E di ishte shumë ndryshe nga çdo gjë që ju keni parë nga unë, por dua që të paktën kjo hapësirë që unë po krijoj të jetë realisht të vërtet dhe të shtyj njerëzit që të jenë më të mirë për veten e tyre, por edhe të bëjnë më të mirën për veten e tyre. Dhe një nga këto gjërat është votimi, kështu që nëse ti kishe më dyshe të shkosh të votosh apo jo, shpresoj që ky mini talku im të ketë bërë që të shkosh. Siç tha Imelda në vlogun që mbase mund ta vendos këtu, shkundeni mirë votën dhe suksese të gjithë kandidatëve dhe të gjitha partive, nëse kjo shkon në ndonjë vend. Suksese dhe mezi po pres që të shikoj rezultatet. Votoni dhe shihemi javës tjetër. E sigur në një video tjetër, me mënyrë tjetër dhe me vibe tjetër.